Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit. Këtë emision sonte ja kemi kushtuar një skuadre e cila pas plot 28 viteve shpallet kampion në Ligën e Tretë dhe kualifikohet në balotazh për kualifikim në Ligën e dytë të Maqedonisë së Veriut. Pikërisht për këtë sonte të ftuar kemi njërin nga personat kiç që arritën këtë sukses të madh, pra përfaqësuesi i klubit të futbollit Kamjani, Yunus Aliti. Para se të fillojmë me bisedën, duhet të theksojmë edhe atë se Kamjani në sezonin 2025-2026 në Ligën e Tretë grupi Perëndim deri më tani, domethënë një xhiro para përfundimit të zyrtar të kampionatit, ka 17 fitore, një barazim dhe vetëm një disfat, dhe me 52 pikë të grumbulluara u shpall zyrtarisht kampioni i Ligës Tretë, që me automatizëm fitoi të drejtën që të jetë pjesë e balotazhit për kualifikim në Ligën e dytë në ndeshjet që do të mbahen me 30 maj. Domethënë paraprakisht dihet se në balotazh do të marrin pjesë 3 ekipe nga Liga e dytë, nga pozita 9, 10 dhe 11 dhe 5 ekipet kampione në të gjitha grupet e Ligës Tretë. Pra, Kamjani na bëni krenar, jo vetëm vendbanimin e Kamjanit, komunën e Bugovinës, por e gjithë Pollogun. Para se të fillojmë bisedën me përfaqësuesin e klubit të futbollit Kamjani, zotëri Yunus Alitin, ftoj të ndjekim një material të përgatitur nga televizioni Koha. Në një atmosferë festive dhe plot emocione, klubi i futbollit Kamjani në përvjetorin e 48 të themelimit zyrtarisht pranoi kupën për titullin e fituar në kampionatin 2025-2026 në Ligën e Tretë Perëndim, me çka siguroi pjesëmarrjen në balotazhin për kualifikim në Ligën e dytë. Kamjani të dielën kishte fest, si zakonisht nuk munguan fishek zjarre, tupanat, vallja dhe dreka e përbashkët. Medaljet futbollistëve të ekipit kampion u dorëzoi komisari i Ligës së Tretë Alim Dauti, ndërsa kupën kryetari i Këshillit Drejtues Mujdin Ismaili. Sot kam një nder aq më të madh për shkak se ndaj për herë të parë për klubin tonë në Kamjan, edhe kam diçka emocione edhe gëzim. Prej tash ju garantoj se stafi i Ligës së Tretë, Këshilli Drejtues, me komisarin e garave, komisarin për delegimin e refereve, unë si kryetar, kam nderin që klubin futbollistik Kamjani ta shpall kampion të Ligës së Tretë sezonin 2025-2026. Urime. Faleminderit të gjithëve. Jo veç për Kamjanin, ky sukses ka peshë të madhe edhe për komunën e Bugovinës. Kreu i kësaj komune, Feti Abazi, premtoi mbështetje për sportin. Fillimisht njerë, dua të përshëndes juve të gjithë sportastët, të gjithë futbollistët, gjithashtu kryesin e klubit, trenerat, të gjithë që në mundsojnë këtë kënaqësi të përjetojnë bashkë në nivel komunal. Kjo është një dëshmi, një angazhim i pakurthyer i kryesisë të klubit, bashkërisht me sportastët e Kamjanit që kanë arritur këtë rezultat deri në këtë moment, që ne të ndjejmë kënaqësinë dhe ta përjetojmë krenari e klubit Kamjan, që shpresojmë do të shohim bashkë në Ligën e dytë në Republikën e Maqedonisë. Më meritor për këtë sukses padyshim se është trajneri Bekim Ziberi, i cili tejet i emocionuar falenderoi të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë sukses. Të them drejtën, nuk di si shprehen me emocionet për arsyes se 48 vite që pret Kamjani këtë ditë madhështore. Ra nderi ta kem unë të udhëheqim me këtë ekip që
them drejtën, jam tepër i kënaqur me angazhimin e lojtarëve, kryesisë, udhëheqësisë, bashkëfshatarëve tonë, mos harrojmë edhe sponsorët, posaçërisht edhe në krye me komunën e Bogovinës, dash zoti edhe në ndeshjen e ballotazhit kemi edhe sukses, edhe fatin, mirë po edhe puna jonë në fund të shpërblehet me inkuadrim në ligën e ditë. Ne jemi mundu që mos lëm asgjë rastësisë, jemi përgatitur prej 8 shkurtit, intensitetin deri maksimum, angazhimin deri maksimum, me kvalitet të lojtarëve, me stërvitje kvalitete dhe besojmë se nuk do mungojnë fund edhe rezultate. Për kapitenin Ramadan Sherifin, titulli i fituar është një arritje historike si për klubin po ashtu edhe Kamjanin. Është një moment i madh ku luftuam dhe merituam këtë titull. Jam i kënaqur me ekipën dhe mos harrojmë publikun që ka qenë gjithmonë aty pranë, po ne nuk dalime këtu. Me 30 na pret një barazh ku do të luftojmë dhe të japim gjithçka. Pas 48 viteve e sollëm titullin aty ku e meriton. Kamjani tani është shampion. Drejtuesit e klubit të futbollit Kamjani ndanë mirënjohje për të gjithë donatorët që përkrahen klubin për të arritur këtë sukses historik. Kujtojmë se ndeshjet e balotazhit për kualifikim në ligën e dytë do të zhvillohen më 30 maj. Atëherë, zotri Jonuzi, mirë se erdhët në studion e televizionit Koha. Mirë se u gjeta dhe përshëndes të gjithë shqiptarët e televizionit Koha. Po. Atëherë, ditë më parë, pra të diellën që e lam pas, klubi i futbollit Kamjani organizoi një festë madhështore për të shënuar titullin kampion të arritur në sezonin 2025-2026 në grupin Perëndim. Bindshëm e fitoi titullin. Atëherë, si ndiheni tani pas gjithë asaj që ndodhi të diellën e kaluar? Sigurisht jam krenar se pas 48 viteve Kamjani ka fitu kampionin. Ne kemi edhe një lojë të rëndësishëm. Ajo është ballotazhi, por pas 48 viteve u bëm kampion për tash. Do të thonë, ndiheni krenar, jo vetëm ju, por gjithë Kamjani me këtë sukses. Sigurisht, por unë duhet të them se ju that personi kiç, po unë jam një pjesë e vogël e atij ekipit edhe kryesisë, edhe pse unë formalisht nuk kam pas asnjë funksion në kryesi. Vetëm keni përfaqësuar klubin. Megjithatë, në gjatë manifestimit u pam se ju ishit një ndër personat kiç aty. Domethënë me angazhimin tuaj për të qenë sa më efikas në atë manifestim të madh. Faleminderit edhe një herë për mendimin tuaj. Unë prapë nuk duhet të mendojnë as në kryesinë e klubit, as ta keq kuptojnë këtë pjesë. Kemi punu bashk, kemi qenë, si thash atje në atë fjalimin, 4 persona që më shumë jemi angazhu, 24 orë kemi punu, na kanë ndihmu edhe shumë aktivistë tjerë të klubit, edhe si e pat, rezultati asaj ke edhe festimit dje, besoj se kemi bën mirë, kemi bën një punë të mirë, edhe në fund e murëm vendin e parë. Atëherë, cili është pozicioni juaj në ekip? Po në fillim unë kam qenë në Kroaci shumë gjatë. Kam qenë në Kroaci prej 15 vjetë. Deri para 2-3 vjetë jam kthej këtu. Edhe ashtu shokët që ishin aty në klub, më bën një thirrje, hajde bashkangjitu edhe ti me ne. Unë u bashkangjita, filluam të punojna, ishte vështirë në fillim, patëm kishim probleme me organizimin, me kushtet e stadioni, kushtet ishin shumë të vështira. Publik nuk ishte në stadion, ato zhveshjet i kishim shumë të zhveshtorët, slaqionicat si u thuna ne. Kështu ishin të rënume, nuk ishin të mira, edhe ne filluam që ashtu e bëm një ekip të mirë, e bëm një ide. Të bëni një organizim tjetër fare për të arritur këtë sukses. Po sigurisht duhet diçka ndryshe të bëhet, se unë prezentova mendimin tim të kryesisë, ato e pranuan, thonë okej, thash me lini ti boj që ato idejat nëse është e mundët. Unë kam disa ideja ti bojna, ti realizojna, ato u pajtuan, edhe vazhdojnë bashkë me kryesinë, si thash. Dhe në fund edhe fritin e vetë, do me thonë, me titullin kampion. Në fund që ato punët tona edhe vendin e parë.
Ju edhe pse nuk jeni në stafin teknik të ekipit, por keni qenë përfaqësues dhe keni ndjek pothuajse të gjithë kampionatin. Atëherë si e komentoni kampionatin 2025-2026 në Ligën e Tretë, cilët ishin ato sfidat, që keni ato vështirësi që keni pas gjatë kampionatit dhe cilët ishin ato momentet që kur s'do t'i harroni? Po unë si që thash prej lojën e parë që e patëm me Bogovinjën jashtë në Bogovinjë, veç një lojë nuk kom qenë prezent. Me Reqicën në Reqicë kisha obligime në Kroaci, pa e kisha pa tjetër të shkoj. Loja tjera kreti kom përcjellë edhe kom qenë në stadion me ekipën dhe kemi pas edhe loja të vështira, edhe e kemi formu prej fillimi kemi pas ekipin e mirë. Ajo ka qenë fati jonë, se treneri, ekipi mirë, stafi mirë, edhe kishim rezultate. Shkojshin një mbas tjetër, fillu me ditë fitore, edhe kur i bën ditë fitore në fillim edhe ambicionet të rritë. Atëherë, si përfaqësues i klubit të futbollit të Kamiani, ju gjithmonë keni qenë pjesë e ekipit në çdo ndeshje, edhe pse nuk jeni pjesë e stafit teknik. Atëherë, na thoni, cila është ndeshja më e rëndësishme që është zhvilluar gjatë këtij kampionati dhe si u nditet në pjesën vjeshtore të kampionatit, kur pësuat disfat nga vardari i Brevenicës pikërisht në stadiumin e Kamianit dhe para tifozëve vendas? Po ajo lojë, nuk ishim fat në atë lojë, ne patëm që referja ishtë me qëllim, a nuk ishtë me qëllim, numri 5 që janë në mbrojtje me rëndësi për ekipin tonë, Unë të shko me karton të kuqa. Di kartonat verë, thimur, për një kohë të shkurt, me një lojtar më pak në pjesën e pare e mbajtëm 0-0, edhe ishtë mendimi që nëse edhe lujna barazi me natë lojnë nuk është shumë problem. Por ashtu shkoj loja edhe hupam atë lojë. Ama ne këtu nuk undalëm, ajo në pru forcë edhe më të madhe. Nuk ju dëshproj faktikisht, por keni vazhduar edhe më të fortë. Ne vazhduam edhe me, si thunë ato, edhe me ma shumë inat, edhe me ma shumë, pastaj e mundëm vardarin në Brvenicë. Po cila ishte loja kyçe, loja vendimtare, kur ekipi i Kamianit u shpall kampion? Ne gjatë kampionatit e pam se di loja në këtë pjesën e ditë do t'i kemi të vështira edhe kyçe do t'jenë. Loja me vardarin në Brvenicë edhe ajo që përfundoi punën në Kërçov me Napredakin. Atë kishim lojë kryesore, nëse fitojna edhe jemi kampion. Edhe atë fitum, hiç pa problem. Ajo ka qenë edhe loja më e bukur edhe më e mirë e klubit tonë. A keni pas probleme me ndonjë nga ekipet gjatë kampionatit? Probleme nuk kemi pas, me të vërtet, kemi qenë të mirë pritur në kretë ekipat. Kemi pas disa loja të vështira në pjesën e parë, sidomos se ala kishin edhe klubet tjera kishin ambicionet të shkojnë në vendin e parë. Kur e panë si kalon të loja edhe ato pak si thonë ato, frenin e hoqen se e panë se ne nuk ishim frikë me fitu, po mos në dëmtojnë lojtarët. Ati e kishim ma shumë qëllimin, edhe pse patëm disa loja me Skënderbegun atje ku shkojshin lojtarët, si thonë ato, me Dobroshin, kemi pas disa loja të vështira. Frikën ma shumë e kishim mos i dëmtojnë lojtarët, se na duheshim për në ballotash. Si përfaqësues i ekipit, si i vlerëson kontributin e futbollistëve, të cilët janë nga e gjithë rajoni i Pollogut, jo vetëm nga Kamiani? Sa është kontributi i tyre për këtë sukses historik? Sidomos këto të fshatit tonë, kanë qenë pranishëm, kanë ndihmu me idejat e veta, edhe ato. Ne edhe prandaj i thirrëm në këtë lojën festive kretisht lojtarët që kanë luajtur, cilin e gjetëm, kreti kemi thirrë, i kishim numrat, kemi kërku, e patë ishin se di, 3-40 lojtarët, ishtë lojtarët të klubit tonë, ishin pranishëm aty. Po kontributi i këtyre lojtarëve aktual, të cilët kanë qenë pjesë e ekipit gjatë këtij kampionati? Po sigurisht që pa këto lojtarët ishte kënaqësi edhe të bashkëpunojna, edhe bashkë të udhtojna, edhe lojat e atyre kanë qenë shumë të mira. Unë i falenderoj edhe një herë se pa lojtarët nuk bëhet edhe rezultati.
Dhe më thëmë për atë edhe merituan medaljat e fituara në ndeshjen e fundit të kundër Skënderbeut. Sigurisht se ke lojtarët nuk është qëllimi veç të luajnë mirë, por edhe sjellja, edhe si ndihesh në praninë e atij, dhe me të vërtet ka qenë super. Do të thonë sjellja sportive e futbollistëve është mjaft e rëndësishme, sidomos për një ekip që ka pretendime për të hyrë në rangje më të larta. Sigurisht se edhe ato e kishin idenë edhe që ashtu prej fillimi kur kime nisë me edhe gjysmën e ditë, pjesën e ditë murëm edhe disa lojtarë ndë u forcuam edhe pak. Do me thonë tani ma titulli kampion mbetet pas, festa u bë, u festoa ajo që u festoa, të gjithë mbetëm të kënaqur, ata të cilët ishin më prezent. Por tani është edhe problemi më i madh. Tani jemi në pritje të 30 maj, kur edhe do të zhvillohen në ndeshje e balotazhit për kualifikim në Ligën e Dytë, aty ku është edhe qëllimi i klubit të futbollit Kamjani. Dihet se në balotazh do të marrin pjesë 5 ekipet kampioneve të ligave të treta në të gjitha grupet dhe 3 ekipet e ligës së dytë, të cilët emrat e të cilët tani më dihen se ato janë Kozhufi, është Teteksi Tetovës dhe Kamenica Sasa. Domethënë dhe 58 ekipe, prej të cilëve 4 ekipet fituese do të kualifikohen në Ligën e Dytë në kampionatin 2026-2027. Çfarë pritni, cilët janë pritshmëritë e klubit dhe kur të filloni përgatitjet për këtë ndeshje? Po ne i kemi fillu pas lojës me Napredakin, kur u bëm formalisht edhe formalisht kampion, ne kemi fillu përgatitjen për ballotazhin. Edhe loja e fundit që do të jetë me të diellën e ardhshme me vllaznimin e Kërçovës do të jetë si një lloj përgatitje për ballotazhin. Çash krejt jemi orientuar në lojën e ballotazhit. Prandaj edhe në këtë rast i thiri krejt tifozët tonë, krejt që po llogën si thatë në fillim që janë krenar, të na bashkangjitën në lojën e ballotazhit që do të jetë me 30. Një finale historike për klubin e futbollit Kamjani ashtu. 30 maj. Klubi do të organizojë edhe autobusat, edhe kush mundet kudo që të jesen në Republikën e Maqedonisë, i thrash që të na ndihmojnë. Sipas juve, si përfaqësues i kësaj skuadre, sa dhe a ka kapacitet klubi i futbollit Kamjani të përballet me ekipet tjera të cilët gjithashtu janë në balotazh për të arritur suksesin që dëshironi? Sigurisht që kemi shansa dhe ne i kemi përcjell disa ekipa, edhe këto të Ligës Dytë edhe të Ligës Tretë, edhe gjasat edhe mendimet edhe njerëzive tjerë që janë aty brenda që i kemë pa ekipet tjerë, kur e pan edhe dje ekipën tonë edhe disa loja tjera, kanë thënë që me të vërtet kemi ekip të mirë, që mund të luajnë në Ligën e Dytë hiç pa problem. Me këto lojtarë që i kemi tash. Në balotazh, krahas ekipeve tjera do të jetë edhe Teteksi Tetovës. Ato të kishin dëshiruar një ballafaqim me Teteksin. Po pse jo? Edhe ne kishim qejf të luhet edhe në Tetovë, edhe atëherë nuk duhet të udhtojnë na larg, edhe e kemi stadionin e mirë, Teteksi edhe ne jemi këtu afër. Nëse është me Teteksin, edhe më mirë do të jetë, do të luhet në Tetovë, kush është më i mirë, kush është më i mirë në të kalojë Ligën e Dytë. Do të vendosë shorti. Shorti do të vendosë, sigurisht. Janus, klubi i futbollit Kamjani është një ndër klubet më të vjetra në rajonin e Pollogut, pasi është i themeluar që nga viti 1978. Domethënë një vit edhe para klubit të futbollit Shkëndija të Tetovës, që tani më është edhe simbol i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. A e mbani mend disa nga emrat të cilët gjatë kësaj periudhe 48 vjeçare, 48 vjeçare kanë dhënë kontribut për afirmimin e këtij klubi në forma të ndryshme? Po emra unë e di plot, por nuk dosha t'i daj, tash di 3 emra ti përcjelli, ti tregoj, mandej do më thuan pse nuk na përmend edhe neve. Por sigurisht që edhe nga fshati Kamjon, edhe nga regioni jonë tjerë, ka shumë lojtarë që kanë dhënë kontribut,
por unë dohet të theksoj një gjë që klubi i Kamionit, si që thatë prej 1978, do me thonë 48 vite, asë njëherë nuk ka pas ndërprerje, do me thonë non-stop, çdo herë ka qenë, ka luaj në ligën e tretë, qoftë në ligën komunale, ose ligën e tretë, por nuk ka pas si që klubet plot tjera që 2-3 vjetë nuk kanë luaj, s'kanë zgaru. Kamioni është krenar se nuk ka pas ndërprerje asë njëherë, edhe që thash, mbas 48 vite jemi bërë edhe nga ky klub kanë dalë plot emra të njohur që kanë dhënë kontribut për këtë klub dhe për futbollin në këtij rajoni, ashtu. Sigurisht, po. Po. Atëherë, ju para fillimit të manifestimit deklaruat me shumë kënaqësi dhe ndajtet pllakata për shumë persona të cilët gjatë kampionatit e kanë përkrahur klubin në mënyra të ndryshme. Çfarë mesazhi keni për ata njerëz dhe a do t'i ftoni që bashkëpunimi i tyre me klubin e futbollit Kamionit të vazhdon edhe më tej, sidomos nëse kualifikohet në ligën e dytë? Sigurisht, ne kur fillom e kishim vështirë, se pa mjete nuk ka edhe rezultate. Në fillim ne i kishim, kur ka fillu kampionati, i kishim lojat e para, 8 loja, 10 loja se di, i kishim të mbulume me financët, që i kishim atëherë, kishim 8 sponsora, si cili e pranojt ka një lojë ta mbuloje me mjetet e veta, ama si që vishin rezultatet, vishin edhe sponsorat. Se sponsorat duen rezultat, duen publik. Pa publik nuk vjen askush. Si që kene në Kamion, si që në Evropë, askundi nuk ka sponsora pa publik, si cili kërkon qëfar kam une nëse të aparati. Qëfar une banë. Kje reklama, kje banera, ama pa publik nuk ka sponsora. Ne si që na vishin rezultatet, na vishin edhe sponsorat. Ne nesim me 8, në fund e pat kishim 30 mirënjohje për 30 sponsorat. Do me thonë, rezultati jonë i ka afru edhe sponsorat. Edhe mesazha ime është se ka skeptik thunë nëse nuk kalojnë në ballotash. Klubi duhet vazhdoje, duhet funksionoje, edhe nëse nuk është tragedi nëse nuk kalojnë në ballotash. Por, nëse kalojnë në ballotash i në ligë ditë atëherë, normalisht obligimet janë më të mëdha dhe me siguri ju i ftoni të gjithë, por edhe të tjerët që të vinë në përkrah. Unë duhet diçka të cekë. Ati që e patën festën, a ditë jam paraqit 2-3 sponsora që edhe ne jemi këtu do të ndihmojna. Kur e panë se çka kemi bën, rezultatet tona edhe aktivitetet tona. Atëherë, në mesin e atyre që kanë përkrahur në klubit, me mirënjohje u dekorua edhe komuna e Bukovinës, pikërisht kryetari Feti Abazi. Sa ka qenë kontributi i komunës për të përkrahur klubin e futbollit Kamioni? Sigurisht që komuna na ka ndihmu, prandaj edhe ka marrë mirënjohje, edhe falënderim edhe në këtë rast për komunën dhe për kryetarin Feti Abazi. Me ndihmën e atine, a realizu edhe ki rezultate edhe si që patë në fjalimin e ti, komuna do të mbështet edhe mandej klubin. Kemi edhe disa ideja tjera, kemi duhet, nëse hina në ligën e ditë, duhet edhe një fush sporti, kemi vendit, kushtet i kemi të mira, duhet edhe disa zira ati të regulojna, bisedu me kryetarin e komunës, besoj se do të ndihmoj. Ka adaptim edhe stadiumin e fshatit Sallar, se për me ati për stërvitje, për ashtu është fantastike. Me siguri do të përkrah edhe kryetari i komunës. Besoj ju se Sallar se s'duhet të angazhoj pak. Po, pa qete. Në atë manifestim, krahës personave të shumt u vërejtën edhe një grup i tifozve, të cilët si duket po përgatiten që të jenë tifogrupi i klubit të futbollit Kamioni. Për cilin tifogrup bëhet fjalë? Une, ideja ime në fillim ishte të formojmë edhe klub të tifozave, se nuk e pash se janë aktiv. E formum një klub të tifozave edhe patëm një bisedë të shkolla e Kamionit me disa aktiviste dhe unë dhash lirin ta zgjedhin emrin ato vetë.
Dhe çfarë emri vendos? Besnikët, ashtu e vendosën ato dhe besnikët u pregatitën majca, u bëm flamurët, lodrat, himnën e kemi bë, këngën e kemi bë për klubin e Kamionit. E keni këngëtarin nga Kamioni? Edhe këngëtarin nga Kamioni, Irfanin, na kanë ndihmu shumë, na kanë ndihmu me autoparlantet. Me autoparlantet, DJ Dilla na kanë ndihmu, edhe ata e faleminderit shumë. Edhe e formum, por këtu duhet diçka edhe ta theksoj. Nuk jam i qash shumë i kënaqur me aktivitetin e të rive. Nuk e di, filluan mirë, çka ndodhi, na vinë bare, se në vinë atë loja, çka pat, nuk i kuptoj. Nuk kanë kohë duke shiquar telefonat, a? Nuk i kuptoj të rit, 15-16 vjet, sidomos ato të shkollës mesme. Këtu dështuam, nuk e di çfarë, nuk i afruam, që në këtë rasti i thrast të bashkangjitën klubit, sidomos se tifozat më aktiv dhe më të mirë janë të shkollës mesme. Se ajo moshë është më mirë për tifozim. Kretë kushtet i kanë, flamurët, edhe lodrat vaprumë. Vetëm vullneti ju mungon. Vetëm vullneti ju mungon. Edhe i thrast të bashkangjitën, të paraqiten, se kushtet i kanë të mira. Në ndeshjen e balotažit, sigurisht. Në ndeshjen e balotažit të mirë. Shumë e nevojshme për krahja e tyre. Këtu thëmë që i patëm pak dështim. Në mesin e tifozve, në ditën kur ju bët manifestimin ose kremtohat atë suksesin historik, në tribunat të stadiumit pam edhe di antar të muzikës, ashtu, Elita 5, Arif Ziberi dhe Agroni ishin ati me ne. Une me sa ndëgjova, Arif Ziberi ka qenë edhe ish futbolist i këtij klubi. Po, ato janë shokët e klubit tonë, edhe sigurisht jemi të kënaqur që ishin përfaqësu dhe që ishin aty me na atit. Do me thonë, kjo është edhe një shenjë se dikush edhe më përpara ka kontribuar, sidomos pjesëmarrja e Arif Ziberit do të thotë shumë në këtë moment historik për klubin. Atëherë, sa je optimist se ekipi Kamionit në ndeshjen e balotažit do t'ja del? Unë besoj se jo veç unë, po krejt stafi i ekipit e shoh që atmosfera është se do të kalojmë. Atmosfera është do të kalojmë. Ne ekipin e kemi të mirë, nëse do t'jenë kushtet regulare, se folet këtu çka mos, nëse do t'jenë kushtet regulare, unë besoj se nuk i frigohen as një ekipit, as këtinve të ligës ditë, as se dikush do të luajnë edhe di ekipat të ligës të retë do të luajnë ndërmjet, se janë atje të re, ne jemi 5 të ligës të retë, nuk, thomë ashtu, nuk frigohana dhe kemi shpresa dhe besoj se do të kalojmë. Nëse kualifikohi në ligën e ditë, a keni menduar për një organizim tjetër fare? Pasi një rang më lartë, do të thonë edhe organizimi duhet pak më i mirëfill të jetë. Sigurisht që do duhet diçka të ndryshohet, të reorganizohet, por nuk dusha që tash të foli më para të kvalifikohen pa dhe lehtë. Po, megjithatë duhet ato të paralajmërohen. Po sigurisht që do duhet, unë u kom thënë edhe para. Duke filluar nga stadiumi, duhet. Po, stadiumi duhet, ato që i thash disa gjëra të rregullohen, por stafi duhet të gjanohet se 4 veta e kanë bajnë në ligën e tretë, por në ligën e ditë do duhet edhe shumë më shumë stafi të gjanohet edhe me kompetenca edhe me detyrat e veta, që duhet të dahen disa detyra kush çfarë do punojë edhe. Po duhet mendohet tani për përforcimin e ekipit me lojtarë më cilësor, të cilët janë të rangut të ligës së ditë dhe shumë gjëra të tjera, do me thënë duhet që tani të fillohet, të punohet, të bëhet projekt se si do të funksionojë ekipi nëse kualifikohet në ligën e ditë. Po bisedojnë ne edhe për atë punë, sigurisht, kemi idejet, por do të ulena kur do të soset ballotazhi, atëherë ulena edhe bisedojnë. Cila është porosia juaj për të gjithë ata të cilët janë të kiqur në ekip? Porosia që ne çtash jemi krenar edhe të mbana edhe që këto dia sa kanë bet
10-15 ditë të jena bashkë edhe Dhe të vazhdoni të jeni bashkë. Edhe ta sosim këtë punë në fund, deri në fund. Jonus, tani t'i kthehemi pak jetës tuaj. Kush është Jonus Aliti? A marrë do njëherë me sport? Çfarë veprimtaria është duke zhvilluar? Jonus Aliti është kali 64, 1964 në fshatin Kamjan. Shkollën fillore e kom mbaru në Kamjan, pas andej unë shkova në Kroaci. Atje mbarova shkollën e mesme, 2 vjet fakultet, edhe puna tha që e kisha... Vazhdojmë të punojmë, nuk... Jo, ishte se dia është rasti, mu babaj më ka vdek me 11 vjeçar. Edhe ashtu ishte rasti, ose dhe shkosh fakultet, ose dhe punojsh punën që e kishim atëhere ëmbëltorën në Kroaci. Edhe u pa tjetër ishte ose u ktheva ka puna. Edhe ashtu kemi vazhdu me ëmbëltorën, ka pas disa biznise tjera, kaloj koha, erdh koha për t'u kthi në vendlindje. Unë i bëna kushtet këtu edhe mendoj se ashtu ishte mendimi im, më mirë atë jetën e fundit ta mbaroj këtu në fshatin tim se në Zagreb. Por ndoshta opinioni e ka haruar, por unë nuk e kam haruar, se ju keni djalin tuaj i cili është marrë edhe me sportin e tenisit. Po, djali jam marrë prej 6 vjeçar. Çfarë suksesesh ka arritur ai me këtë sport? Në profesional jo, po në këtë deri 16 vjet, 17 vjet sa ka shëru, prej 6 deri 17 vjet, 10 vjet, 11 vjet, ka pas kështu pehara si e kishim ne ka një 3-14 pehara në ato kategoria 10, 12, 14, 16, por e pam se nuk është për tenisin profesional edhe vazhdoj fakultetin, vazhdoj punën e vete. Por unë ati në ato rase se thata jeni në marrë me sport, nuk e marrë personalisht me sport, por kom pa shumë, kom organizu 22 vjet të turnire të tenisit në Kroaci. Kom organizu tenis turnirin në Dubai, në Seychelles, në Madagaskar, atje se di ku. Do me thonë, me gjithate, nuk s'jeni marrë vetë me sport, por keni përfaqësuar sportin të ndryshme, sidomos në tenis. Ju një kohë para disa viteve, me sa duket në një intervistë që keni bërë me gazetën Fakti, deklaruat se do të mundoheni të ndërtoni terene tenisit pikërisht në stadiumin ku aktualisht është stadiumi i futbollit Kamjani. Çka po ndodh? Po nuk, aja ide nuk ka ndala, si nisa këtu me futbolin, më hoqen ka futbolli, pak e harova tenisin, por do shofëm, nuk e di, mund edhe ala, qëtash jemi këtu në futbol, në duhet a i vendi ati për ku mendojsha unë të bëjna fushat e tenisit, do duhet për fushat futbolit, ashtu që qëtash tenisin e lam pak në banë. Sa e ndiqni futbollin, sidomos në rajonin e Pollogut, ku ka ekipës, e kemi Shkëndijën që ka përfaqësuar vendin në garat ndërkombëtare dhe ka arritur suksese shumë të mëdha duke u kualifikuar edhe në grupe. Dhe ekipe tjera nga ky rajon. Po si Kamjani edhe Shkëndija si mjet ka pas rezultate suksese historike. E kom djek sa kom mundu, e kom tjenë në Kroaci, kom djek e dini ju Dinamon më shumë. Kom u thtu me të vërtet shumë loja kom pa edhe me reprezentacionin e Kroacis, se këto eksperienca që i kemi bon këto disa gjonja këtu, dikundi i kom pa edhe i kom në përvendet tjera. Në përvendet tjera, edhe unë kisha ideja shumë të mira edhe për këtu, disa janë realizu, disa jo, por shkojmë më të tjerë. Jonus, me që i afrohem edhe fundit të emisionit atër, me siguri se keni të thoni edhe diçka për në fund, për të përshëndetur dikend, apo keni ndonjë fjali tjetër për klubin, për kryesinë e klubit dhe për veten? Po i përshëndes të gjithë shiqyusit dhe kom një mesazh, nuk e dia ata të regoj, që ta është ajo. Nësa është porosia e mirë, me siguri që duhet të thonë. Po, dhe thëmë nuk o porosia e mirë, por i thras edhe njëherë të gjithë bashkë
fshatarët dhe të gjithë pollogin të japën mbështetje klubit, edhe unë jam këtu. Atëherë unë në emrin të televizionit Koha, fillimisht ju uroj sukses juve dhe klubit të futbollit Kamjani, sukses edhe në ndeshjen e balotazhit, pa marrë parasysh se me cilën skuadër do të jetë, dhash Zoti që klubi i futbollit Kamjani të kualifikohet në një rang më lartë dhe të arrijë suksesin historik, ashtu siç para disa viteve ka arritur edhe drita e Bugovinës. Do me thënë, Kamjani pritet të bëhet skuadre e dytë e komunës së Bugovinës që do të garonen me një rang më lart. Dhash Zoti që të arrijnë këtë sukses. Sigurisht edhe unë kam shpresa se do të kaloj edhe një herë i thrast krejt të bashku të ndihmojmë klubit dhe të shkojmë në lojën e fundit. Edhe njerë, faleminderit që ishit pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Faleminderit juve për thirrjen. Ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.